Shteti shqiptar ka paguar rreth 12 milion euro fatura vetëm për studio ligjore, që ka kontraktuar qeveria për të mbrojtur interesat e saj në gjyqet e arbitrazhit ndërkombëtar. Një nga kontratat e shumë përfolura, për të cilën nuk u bë kurrë transparencë, është ajo mes avokaturës së shtetit dhe studios Omnia Strategy të Sherry Blair, bashkëshorte së ish-kryeministrit britanik Tony Blair. Në vitin 2013, kur Edi Rama erdhi në pushtet, prezantoi me jo pak bujë se do të kishte këshilltar pa pagesë ish-kryeministrin e majtë të Britanisë, Tony Blair. Pas 2013-s, Blair është shfaqur shpesh në Shqipëri në krahët e Edi Ramës, ndërsa në jo pak raste është përdorur edhe helikopteri i ushtrisë për të transportuar ish-zyrtarin britanik drejt Bregdetit të jugut të Shqipërisë, ku ka ndarë dreka e darka në resorte luksoze. Për këto takime, kur nuk është bërë transparencë nga qeveria shqiptare, ndërsa në jo pak raste janë ngritur edhe akuza publike se Edi Rama përdor Tony Blair si lobues në zyra diplomatike apo qeveritare në perëndim dhe jo vetëm. Rasti më i fundit ishte ajo e sigurimit të një ftese për kryeministrin Edi Rama në bordin e paqes të presidentit Trump, ku gjatë takimit në SBA, Rama shkëmbeu shtrëngim duash të përzemërta me Tony Blair. Jo vetëm kaq, por Tony Blair, nëpërmjet institutit Tony Blair, ka projektuar edhe të famshmen ministre AI diella. Por, a janë këto shërbime falas? Deri më tani nuk ka prova nëse qeveria shqiptare ka paguar drejt për drejt Tony Blair për këtë zemërgjerësi që ai ka ofruar në formë këshillimi apo lobimi Edi Ramës. Megjithatë, bashkëshortja e Tony Blair ka përfituar miliona euro për një tjetër lloj këshillimi, atë në proceset gjyqësore ndërkombëtare. Omnia Strategy, kompania Sherry Blair, ka përfituar deri më sot së paku rreth 2.2 milion euro pagesa nga buxheti i shtetit për të përfaqësuar Shqipërinë në proceset e arbitrazhit ndërkombëtar. Pagesa më e majme është ajo prej 1.5 milion eurosh që studio Omnia ka marrë për të mbrojtur Shqipërinë në gjyqin që Francesco Becchetti fitoi kundër qeverisë shqiptare pas mbylljes së Agon Channel. Siç shihet nga dokumentet, Omnia Strategy ka qenë përfaqësuesja ligjore e Shqipërisë në këto procese, ku vendi ynë doli humbës me një faturë prej 110 milion euro, pa llogaritur ende kamatvonesat dhe pagesat. Më herët, Shqipëria është përfaqësuar në gjyqin e arbitrazhit ndaj Beckettit nga një tjetër studio, Foley Hoag. Për këtë studio, shteti shqiptar ka paguar mbi 470.000 euro. Në vitin 2018, qeveria shqiptare kishte kontraktuar studion ligjore Golding, ku me anë të një vendimi qeverie të firmosur nga Edi Rama, kësaj studio do t'i jepeshin 600.000 euro për të përfaqësuar Shqipërinë në gjyqin me Beckettin. Në vendim, qeveria firmoste gjithashtu një tjetër transakcion për 1 milion eurosh për një tjetër studio avokatie për një gjyq që kompania Anglo-Adriatic Group Limited kishte hapur ndaj Shqipërisë. Por, le të mbetemi te fatura e Beckettit. Pas vendimit për dhënien e 600.000 eurove në qershor 2018, rreth një muaj më vonë, në ditën e lindjes së tij, Edi Rama firmoste një tjetër VKM, ku autorizonte Ministrinë e Infrastrukturës që nëpërmjet avokaturës së shtetit të lidhte shtesë kontratë me kompaninë Golding me vlerë 950.000 euro për të përfaqësuar Shqipërinë në gjyqin ndaj Beckettit. Në 2 qershor 21, Erion Braçe, në cilësinë e zëvendës kryeministrit, do të firmoste edhe një tjetër vendim që shtonte 430.000 euro për studion ligjore Golding për të përfaqësuar Shqipërinë në gjyqin ndaj Beckettit. Këtë herë, parat i kaloi nëpërmjet Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit. Por, betejë në arbitrazh, që duke e humbur që në fillim për shkak të sulmeve politike të Edi Ramës, nuk e ndalonte këtë të fundit që të përdorte madje edhe fondin e rezervë të shtetit për të paguar studion ligjore. Në 20 maj 22, Edi Rama firmos personalisht një vendim që i kalonte edhe 650.000 euro